shembulli më uliritës i këtij fakti është që ata cilët e mallkonin Partinë Socialiste në krye të herës si një parti e Beogradit ishin po ata që bekuan thyrjen e embargos për Slobodan Miloševićin dhe që bën para duke i shitur naft makinerisë së spastrimit etnik të Slobodan Miloševićit, ndërkohë që Partia Socialiste ishte ajo që në krye të vendit, qysh në krye të herës, mbështeti pa rezervë në të gjitha format ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Dhe e fundit, Partia Socialiste, duan apo s'duan ata që s'duan, është partia që mund të krenohet sot për faktin e thjesht se u ka ngritur kokën shqiptarëve në gjithë botën. Pasi për ne respekti është çështje reciprociteti. Ne mund të jemi një vend i vogël dhe jemi një vend i vogël. Ne mund mos jemi dhe nuk jemi ende një vend i pasur, por sa do të mëdhenj dhe sa do të pasur janë ata me të cilët ne ndodhemi në hapësirën e përbashkët të marrëdhënieve ndërkombëtare, ne i shohim me respekt dhe pretendojmë prej tyre vetëm respekt.